Praktika unifikuese për kriteret e masave të arrestit në burg datojnë që nga tetori i vitit 2011, por gjatë periudhës 2017-2021, Kodi i Procedurës Penale ka psuar ndryshime të rëndësishme që kërkojnë përshtatje të qartë të praktikës gjyqësore. Pas gjykatës së lartë, ndryshimi i kyç lidhet me nenin 228 fraksion 3A të KPP-s, i cili parashikon që kur masat e arrestit justifikohen me rreziku ndaj provës, ky rrezik duhet të shoqërohet me argumente të bazuara në rrethana konkrete dhe të detajuara, të përfshira në arsyetimin e vendimit të gjyqësor. Vendimi duhet të merret në dhomën e këshillimit dhe të jetë i kontrollueshëm, i verifikueshëm dhe transparent, duke eliminuar praktikën e përdorimit të formulave të përgjithshme apo standardizuara. Gjykata përmend gjithashtu vendimet të gjykatës së Strasburgut që ka vendosur standarde të qarta lidhur me caktimin e paraburgimit. Masa nuk mund të bazohet në deklarata të përgjithshme, por vetëm në arsye relevante dhe të mjaftueshme të mbështetura në fakte, të individualizuara dhe të kontrollueshme. Rishikimi i praktikës gjyqësore nga gjykata e lartë vjen në një kohë kur debatet politike mbi masat e arrestit janë intensive. Partitë politike në opinionin publik kanë ngritur shqetësime për mënyrën se si përdoren këto masa, sidomos ndaj qytetarëve të rangjeve të larta apo në rastin që përfshin çështje të krimit të organizuar. Gjykata synon që vendimet për masat që kufizojnë liri të jenë të balancuara duke respektuar të drejtën për liri të individit dhe nevojën për siguri publike, si dhe duke garantuar respektimin e standardeve europiane. Kjo nismë pritet të ndikojë në gjitha gjykatat në vend, duke dhënë një udhëzim të qartë për rishikim dhe arsyetim të vendimeve të ardhshme mbi arrestin në burg. Në këtë kontekst, institucionet e drejtësisë theksojnë se çdo vendim për paraburgim duhet të jetë i bazuar në prova të forta dhe të dokumentuara, duke shmangur praktikën e mëparshme të vendimeve të përgjithshme që shpesh kanë sjellë ankesa dhe vendime gjyqësore kundër Shqipërisë nga Gjykata Europiane për të drejtat e njerëzit.